Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam në emisionin tonë të kronikës informative. Çdo të ndodh me Venezuelën pas kapjes së Maduros, Trumpi do të drejtojmë vendin. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara do të drejtojnë Venezuelën derisa të ndodhë një tranzicion i duhur. Ne do të drejtojmë vendin deri në kohën kur mund të bëjmë një tranzicion të sigurt, të duhur dhe të mençur, tha ai. Presidenti Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara janë gati për të organizuar një sulm të dytë dhe shumë më të madh ndaj vendit nëse është e nevojshme. Ai tha fillimisht ishin përgatitur të bënin një valë të dytë dhe kishin supozuar se do të ishte e nevojshme, por duke pasur parasysh suksesin e sulmit, ndoshta tani nuk do të jetë kështu. Pra nuk duam të përfshihemi në ndërhyrjen e dikujt tjetër dhe kemi të njëjtën situatë që kemi pasur për periudhën gjatë viteve të fundit. Pra, ne do ta drejtojmë vendin deri në kohën kur mund të bëjmë një tranzicion të sigurt, të duhur dhe të mençur, theksoi Trump. Nga tranzicioni në Venezuelë tek paremërimet për Kolumbinë dhe Kubën, 5 pikat kryesore të konferencës së Trumpit pas kapjes së Maduros. Presidenti amerikan Donald Trump pati një konferencë për mediat ku dha detaje mbi sulmin e Shtetit e Bashkuara ndaj Venezuelës dhe rrjedhën e operacionit që çoi në arrestimin e Maduros. Sipas mediave të huaja, gjatë fjalës së tij, Trump paremëroi Kubën dhe Kolumbinë për përfshirjen e tyre në aktivitete kriminale në rajon. Ai akuzoi liderin kolumbian Gustavo Petro për prodhimin e kokainës dhe kërkoi qeverive të dy vendeve të jenë të kujdesshme. Trump theksoi se qëllimi është krijohet stabilitet në rajon dhe të rivendoset pushteti amerikan në Hemisferën Perëndimore. Marco Rubio tha se qeveria komuniste kubane gjithashtu duhet të jetë e shqetësuar. Maduro nën pranga, OKB-ja do të mbledhet të hënën për të diskutuar arrestimin e presidentit venezuelan. Me kërkesë të Kolumbisë, Këshilli i Sigurimit OKB-s do të mbledhet të hënën për të diskutuar kapjen e Nicolas Maduros nga Shtetet e Bashkuara, raportoi Reuters. Kërkesa mbështetet nga Rusia dhe Kina, thanë diplomatët. Organi prej 15 antarësh është takuar 2 herë në tetor dhe dhjetor mbi tensionet midis Shtetet e Bashkuara dhe Venezuelës. Më herët, një zëdhënës i sekretarit përgjithshëm të OKB-s Antonio Gutierrez tha se operacioni ushtarak amerikan përbën një precedent të rrezikshëm. Gutierrez është thellësisht i shqetësuar për rregullat e së drejtës ndërkombëtare nuk janë respektuar, shtuan ata. Zëvendës presidentja e Venezuelës, Nicolas Maduro, është i vetmi president që ka vendi. Zëvendës presidentja e Venezuelës, Delcy Rodriguez, kërkoi kthimin e Maduros duke përkufizuar të si të vetmin president të Venezuelës, në një fjalim të transmetuar nga televizioni shtetëror. Rodriguez theksoi se Washingtoni ka nisur një agresion ushtarak të paprecedent që përbën një njollë të tmerrshme në zhvillimin e marrëdhënieve dypalqe. Ajo tha se objektivi i Shteteve Bashkuara është ndryshimi i regjimit në Venezuelë. Ky ndryshim regjimi do të lejonte gjithashtu sekuestrimin e burimeve tona energjetike, minerale dhe natyrore. Ky është objektivi i vërtet dhe bota dhe komuniteti ndërkombëtar duhet ta dinë këtë. Nëse ka një gjë për cilën populli venezuelian dhe ky vend janë të sigurt, është se ne kurrë nuk do të jemi sklever, nuk do të jemi kurrë koloni asnjë perandorie çfarë do qoftë natyra e saj, tha ajo. Zëvendës presidentja e Venezuelës, Delcy Rodriguez, kërkoi kthimin e Maduros, duke përkufizuar atë si të vetmin president të rregullt në një fjalim transmetuar sikur sa thamë nga televizioni shtetëror. Machado, e gatshme për të udhëhequr Venezuelën, premton lirimin e të burgosur e politik. Fituesja e çmimit Nobel për paqen dhe liderja e opozitës në Venezuelë, Marina Corina Machado, njofton se do sjellë rend dhe demokraci do të lirojë të burgosurit politik. Ky shtoi ajo është momenti për qytetarët. Ata prej nesh që rrezikuan gjithçka për demokracinë me 28 korrik. Ata prej nesh që e zgjodhen Edmundo González Urrutia si president të ligjshëm të Venezuelës, i cili duhet marrë me njëherë detyrën e tij kushtetuese dhe të njihet nga të gjithë oficerët dhe ushtarët e tij si komandanti suprem i forcave të armatosura kombëtare. Irani në prag të humnerës. Pakënaqësia sociale po kthehet në protesta të hapura kundër udhëheqjes në Iran, gjatë konfrontimeve ndërmjet demonstruesve dhe forcave të rendit në perëndim të Iranit, sipas të dhënave të mediave iraniane, deri të njëjtën kanë humbur jetën 6 vet. Protestat filluan të dielën, por fillimisht ato patën një rrjedhë paqësore prej ditësh në Iran,
Mijëra vetë protestojnë kundër rënies dramatike të kursit të monedhës kombëtare dhe krizës ekonomike të përmasave historike. Ajo që nisi si grevë tregtare, gjithnjë më shumë po kthehet në një dinjat politike që kulmon deri në thirrjen vdekje të diktatorit. Prej kohësh protestat në Teheran janë përhapur në qytete të tjera si Isfahan, Mashhad e mëtej. A është kjo rënja aktuale e kursit të monedhës kombëtare dhe në krizë inflacioni apo më shumë? Rreth 1.45 milion rial duhet të pagojë aktualisht iranianët për $1 amerikan. Përpara një viti kursi i këmbimit ishte 820.000. Një iranian me të ardhura mesatare me një pagë mujore me punë me orar të plot merr në rial rreth $100 amerikan. Pasoja rroga mujore konsumohet që me blerjen e ushqimeve bazë. Në një vend të varur prej importit si Irani, një shok i tillë inflacioni shkakton menjëherë destabilizim social. Avokatja të drejtave të njerëzit, Gisjunia nga Think Tank Atlantic Council, ndonse konsideron si shkas protestave zhvlerësimin e monedhës, mendon se nuk është ky thelbi i tyre. Ngjashëm si protestat nga dhjetori 2017 merr shpesh shkas nga gjendja ekonomike, por nëse dëgjon parrullat dhe sheh përmasat e protestave, kupton se ato kanë të bëjnë me pakënaqësitë e thellë të regjimit në Iran dhe dëshirën që ky regjim të largohet. Kolapsin ekonomik, me sa duket, shumë iranian nuk e shohin si një krizë korrigjueshme, por më tepër si një dështim sistemik i regjimit për rreth udhëheqësit të moshuar revolucionar Ali Khamenei. Presidenti i Shtetit e Bashkuara Donald Trump ka ftuar të premten kryeministën japoneze Sani Takaichi të vizitojë Washingtonin, gjë që pritet të ndodhë në pranverë. Gjatë telefonatës së tyre 25 minutëshe, të dy udhëheqësit shprehen dëshirën për të forcuar më tej bashkëpunimin dypalësh, veçanërisht në fushat ekonomike të sigurisë. Përveç kësaj, ata shkëmbyen pikpamje mbi rajonin e Indo-Paqësorit dhe riafirmuan bashkëpunimin e ngushtë midis Japonisë dhe Shtetit të Bashkuar në një mjedis aktual ndërkombëtar. Ftesa njoftohet ndërsa Donald Trump planifikoi të vizitojë Kinën në prill në sfondin e mosmarrëveshjeve diplomatike të vazhdueshme mes Tokios dhe Pekinit gjatë 2 muajve të fundit. Marrëdhëniet midis dy ekonomive më të mëdha të Azisë janë përkeqësuar që kur kryeministri japonez, i cili u zgjon në tetor, sugjeroi në fillim të nëntorit se Tokyo do ndërhynte ushtarakisht nëse Tajvani, një ishull që Kina e konsideron provincë të vetën, sulmoje. Wall Street Journal raportoi gjatë telefonatës së tyre të mëparshme në nëntor, Trump e kishte këshilluar Takaichin mos e provokonte Kinën për çështjen e sovranitetit të Tajvanit. Gripi në rritje në Shtetet e Bashkuara, varianti i ri Subclade K po rrit me shpejtësi sëmundjen. Rastet me grip po rriten me ritme të shpejta në Shtetet e Bashkuara, të nxitura nga një variant i ri virusit. Autoritetet shëndetësore paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet me shtimin e udhëtimeve dhe grumbullimeve festive. Ekspertët theksojnë se vaksinimi mbetet masa kryesore parandaluese ndaj formave të rënda të sëmundjes. Rastet me grip po shënojnë një rritje të shpejtë në SBA të nxitura nga varianti i ri i virusit Subclade K apo K. Sipas Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve dhe Parandalimin, mbi gjysma e shteteve raportojnë nivele të larta ose shumë të larta të sëmundjes, ndërsa rastet pritet të shtohen me intensifikimin e udhëtimeve gjatë festave. Deri tani autoritetet vlerësojnë se kanë regjistruar të paktën 7.5 milion raste gripi dhe 81.000 shtrime në spital, mbi 3.000 viktima, përfshirë edhe disa fëmijë. Këto dhënie janë mbledhur para grumbullimeve të mëdha të fundvitit, çka sugjeron se shifrat reale mund të jenë edhe më të mëdha. Varianti Subclade K është një version i mutuar i gripit A, konkretisht H3N2, i cili njihet për ndikimin e rëndë sidomos të moshuarit. Ekspertët theksojnë se ndonse nuk konsiderohet një lloj krejtësisht i ri gripi, ky variant arrin të shmang plotësisht mbrojtjes së vaksinës aktuale. Megjithatë, mjekët theksojnë se vaksinimi mbetet i domosdoshëm edhe pse vaksina e këtij viti nuk është në përputhje të plotë me variantin e ri. Studimet paraprake tregojnë se ajo ul ndjeshëm rrezikun e shtrimit në spital dhe komplikacione të rënda. Aktualisht vetëm 42% e popullsisë është vaksinuar kundër gripit. Autoritetet shëndetësore rekomandojnë vaksinimin për gjithë personat mbi 6 muaj, veçanërisht për grupet më të rrezikuara si të moshuarit, gratë, shtatzëna, fëmijët e vegjël dhe personat me sëmundje kronike, duke theksuar se parandalimi mbetet arma më e fortë përballë përhapjes së gripit. Kosova rreshtohet për krah Shteteve të Bashkuara pas operacionit amerikan në Venezuelë. Udhëheqësit institucional të Kosovës kanë shprehur mbështetje të fuqishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe presidentit Donald Trump pas zhvillimeve të fundit në Venezuelë. Kushtetet e Bashkuara njoftuan për sulme ajrore në Caracas dhe arrestimin e presidentit Venezuelës Nicolás Maduro bashkë me bashkëshorten e tij. Presidenti amerikan deklaroi se operacioni ishte pjesë e luftës kundër trafikimit ndërkombëtar të drogës, duke akuzuar regjimin e Maduros për shndrimin e Venezuelës në një narkoshtret dhe manipulimin e proceseve zgjedhore. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, reagoi përmes një postimi në rrjetin social X, duke theksuar se Kosova qëndron fuqishëm përkrah Shteteve të Bashkuara dhe presidentit Trump në përballje me atë që e cilësoi si regjim narkoterrorist në Venezuelë. Osmani theksoi se vendosmëria amerikane ka rënë dhe ka qenë historikisht vendimtare edhe për Kosovën, duke rikujtuar se qërimi i saj është dëshmi e drejtë për drejtë e rolit të Shtetit të Bashkuar në mbrojtje të lirisë dhe demokracisë. Ajo shtoi se në momentet kur Shtetet e Bashkuara po përballen me atë që quajti tirani në Venezuelë, komuniteti transatlantik duhet të jetë i bashkuar pas leadershipit amerikan dhe vlerave të përbashkëta perëndimore. Edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, shpreh mbështetje për operacionin amerikan, duke cilësuar luftën kundër trafikimit të drogës si thelbësore për sigurinë globale. Në një postim në Facebook, Kurti tha se mbajtja përgjegjëse e aktorëve shtetëror do të përfshijë një trafikim narkotikës është kyçe për suksesin dhe luftën kundër kësaj dukurie. Ai theksoi se Kosova si aleate strategjike e Shtetit Bashkuar dhe NATO-s ofron mbështetje të plotë në përpjekjet kundër krimit të organizuar dhe kundër cënimit të vlerave demokratike perëndimore nga aktorë që veprojnë në emër të kundërshtarëve të këtyre vlerave, si në rajon ashtu dhe më gjerë. Një hetim i gjerë i Guardia di Finanza në Milano nxjerr në pa shtrirjen globale të asaj që autoritetet e quajnë Sindikata e Re e Narkosëve shqiptar. Një rrjet që sipas dosjeve hetimore ka kapërcyer ndikimin tradicional të ndrangheta. Qendra komanduese e këtij rrjeti dyshohet se ndodhet në Dubai, ndërsa hallkat operative shtrihen në portet e Amerikës së Jugut tek Roma dhe Milano. Sipas hetimeve, figura kyçe e rrjetit njihet me novkën El Tiburon Peshkaqeni, i cili drejton operacionet nga Dubai dhe përdor një sistem sofistikuar kontaktesh ndërkombëtare për trafikimin e sasive shumë të mëdha të kokainës. Autoritetet italiane përshkruajnë profilin e këtyre drejtuesve si high value target, duke theksuar rrezikun për sigurinë kombëtare për shkak të volumit të madh të drogës, flukseve financiare dhe aksesit tek armët. Në Evropë, ky rol e luan Eldi H, i quajtur mekaniku, i ngarkuar në hyrjen e parë të drogës në kontinent përmes porteve si Anversa dhe Amsterdami dhe në shpërndarjen drejt Italisë me kamione të tir. Transaksionet financiare kryhen përmes kanaleve ilegale në transferimin e parave që shmangin gjurmërimin e klasit bankar. Rrjeti ka përgjegjës të veçantë për tregjet kryesore Romë dhe Milano, si dhe lidhje operative me Belgjikën, Hollandën, Spanjën, Bretërinë e Bashkuar. Hetimet zbulojnë gjithashtu riinvestimin e fitimeve në sektor si arti përmes figurave të specializuara për pastrimin e parave. Për herë të parë, komunikimet e koduara të rrjetit janë dokumentuar gjërësisht nga autoritetet italiane, duke fotografuar një strukturë kriminale moderne, fleksibël dhe thellësisht ndërkombëtare nga Amerika e Jugut tek zemra e Evropës, natyrisht, edhe me ndikim në Shqipëri. Gino Mulliqi shpall kandidimin për rizgjedhjen në Këshillin Bashkiak të Willit. Willit, Texas, këshilltari bashkiak për mayor pro tem Gino Mulliqi ka njoftuar zyrtarisë se do kandidojë për rizgjedhjen në Këshillin Bashkiak të Willit, Place 6, duke kërkuar një mandat të ri për të vazhduar shërbimin për komunitetin. Në deklarimin e tij publik, Mulliqi thekson se shërbimi ndaj qytetit të Willit ka qenë një ndër nderet më të mëdha të jetës, se gjatë mandatit aktual ka punuar me integritet, përgjegjësi, transparencë, duke respektuar besimin e qytetarëve. Ai vlerëson veçanërisht rolin e tij si mayor pro tem, që i ka dhënë mundësinë të mbështesë drejtimin e qytetit në një periudhë rritje dhe zhvillimi. Sipas Mulliqit, Willi është më shumë se një qytet me rritje të shpejtë, është një komunitet i ndërtuar mbi familjen, besimin, punën e ndershme dhe fëmijësinë, ku njerëzit me përardhje të ndryshme bashkohen për një qëllim të përbashkët. Ai thekson se suksesi i qytetit vjen nga respekti, arsyeja shëndosh dhe bashkëpunimi. Gjatë mandatit, prioritetet e tij kryesore kanë qenë mbrojtja e sigurisë publike, mbështetja e policisë, zjarrfikësve dhe emergjencave, zhvillimi i përgjegjshëm dhe planifikimi i mençur që ruan karakterin e qytetit, disiplina fiskale dhe menaxhimi i kujdesshëm i fondeve publike, përmirësimi i infrastrukturës, shërbimeve dhe cilësisë së jetës,
komunikimi i hapur dhe transparenca me qytetarët. Nëse rizgjidhet, Mulliqi premton se do të punojë që rritja të mos tejkalojë infrastrukturën, që lagjet të mbrohen, bizneset e vogla të mbështeten dhe Ulli të mbetet një vend i sigurt dhe mikpritës për familjet e brezat e ardhshëm. Në fund, ai falenderon familjen, bashkëpunëtorët dhe qytetarët për besimin dhe kërkon mbështetjen dhe votën e tyre për të vazhduar shërbim me përkushtim. Numri i 13 i revistës letrare Pena shënon një moment të rëndësishëm pjekurie dhe konsolidimi për këtë projekt kulturor i cili prej vitesh synon të ndërtojë një hapësirë serioze të mendimit letrar shqiptar. Revista e trajton krijimtarinë artistike jo si akt estetik izoluar, por si pjesë e një procesi të gjerë shoqëror, kulturor dhe historik, duke shndruar në një platformë reflektimi, dialogu për letërsinë shqipe, veçanërisht në kontekstin e diasporës. Në një kohë ku letërsia shpesh rrezikon të reduktohet në një produkt të konsumit të shpejtë, Pena afirmon rolin e saj si hapësirë e fjalës përgjegjshme e mendimit strukturar dhe dijes kulturore. Diskursi kritik, poezia, proza, eseja, intervista dhe kronika kulturore bashkëtojnë në këtë numër, duke pozicionuar revistën si një pikë referimi për jetën letrare shqiptare jashtë dhe brenda kufive. Rubrika kritik hapet me shënimin e Ylka Filipit, e cila trajton shkrimin femëror si proces transformimi estetik dhe akt emancipimi diskursiv. Në të njëjtën frymë, Arieta Kotri Felushkaj ofron një vështrim kritik mbi antologjinë e rëndësishme të krijimtarisë femërore në diasporë. Ndërkohë Adnan Mehmeti e sheh këtë botim si një dokument kulturor në funksion memorial, ku individualitetet krijuese ndërtojnë një narrativ kolektive. Mëtej në vlerësimin e tij Thanas Gjika për biografinë Fanoli Rebeli theksohet rëndësia e disiplinës kërkimore dhe objektivitetit shkencor dhe reflektimin filozofik të Palm Drecaj mbi ateun, lirinë dhe njeriun. Rubrika poezi përfaqëson një nga hapësirat më të ndjeshme të numrit, poezitë e Lulieta Leshanakut, Armenida Qyqja, Alma Jaku ndërtojnë një univers introspektiv dhe të përmbajtur ku fjala poetike shmang patosin dhe deklarivitetin, duke u mbështetur në simbolika të rafinuar në tension kuptimor. Poezia shfaqet si formë njohje e vetvetes, e kohës dhe identitetit. Në rubrikën e prozës, Ramonda Mojsiu sjell një rrëfim intim dhe emocional kur kujtesa personale dhe përjetimi njerëzor artikulohen përmes një gjuhe figurative. Shoqata Malësia e Madhe në New York ndan 27 bursa për vitin akademik 2026. Shoqata Malësia e Madhe New York ka shpallur përfituesit e bursave për vitin akademik 2026, duke vazhduar traditën shumë dekadash të mbështetjes studentëve nga Malësia. Për këtë vit akademik, shoqata ka ndarë 27 bursa me një vlerë totale prej $23,600 për studentët që kanë përmbushur kriteret e përcaktuar nga Komisioni i Përkatës. Fondet janë siguruar nga buxheti i shoqatës dhe nga kontributi i vazhdueshëm i donatorëve. Për datën dhe vendin e ndarjes së bursave do të njoftohen në vijim. Falenderojmë sinqerisht të gjithë donatorët për mbështetjen e vazhdueshme dhe urimet përsëri të gjithë studentëve fitues thuhet në deklaratën e shoqatës. Fjala e lirë, Frank Shkreli, gazetari i dy epokave për një epokë. Prania dhe shkrimet e Frank Shkrelit në mediat shqiptare brenda dhe jashtë vendit dëshmojnë se gazetaria e tij nuk ka qenë kurrë rastësi, formuar në një realitet ku fjala kishte pasojë. Ai kuptohet herë se liria nuk është dhuratë, por përgjegjësi. Në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht në redaksinë e Zërit të Amerikës, Shkreli nuk u mjaftuan me raportimin e lajmit, ai kërkoi të jepte kuptim, duke bërë për shumë shqiptar një dritare drejt funksionit në shoqëri të lirë. Dhe pas daljes në pension, ai nuk u tërhoq nga fjala publike, përkundrazi vazhdoi përmes publicistikës së pavarur me artikuj që lexohen gjerësisht, që kanë një tipar të përbashkët, u shërbejnë lexuesve jo palëve. Ai kritikon kur duhet, vlerëson kur është e merituar dhe refuzon kompromisin dhe mediokritetin. Këto ide janë përmbledhur në vëllimet Demokracia nuk pret, ku theksohet se demokracia nuk është ritual zgjedhor, por procesi i përditshëm që kërkon vëmendje, guxim dhe përgjegjësi qytetare. Shkreli shkruan për politikën, media, diasporën dhe moralin publik, duke vendosur një njeriu në rolin e tij në mbrojtjen e lirisë në qendër. Ajo që dallon është qartësia e arsyetimit dhe toni qytetar. Ai nuk synon të fitojë debate, por të nxjisë reflektim, parajmëron pa humbur shpresën dhe beson se shqiptarët meritojnë më shumë nëse marrin përgjegjësi. Në një kohë kur gazetaria shpesh ngatrohet me propagandën, Frank Shkreli mbetet shembull i gazetarit si rojtar i të vërtetës publike. Mesazhi i tij është thjesht dhe thelbësor, ndryshimi është i mundur, por vetëm nëse nuk presim që ta bëjnë të tjerët. Mbi të tri vëllime Demokracia nuk pret,
nuk janë thjesht libra, por janë kujtesë se liria kërkon për ditë angazhim përmes analizave të tij. Frank Shkreli na tregon se demokracia nuk funksionon pa qytetarët aktiv, pa media të përgjegjshme dhe pa moral publik. Çfarë i shtyn aktivistët e diasporës në New York kërkojnë që rrugët të mbajnë emrat e heronjve shqiptar. Emërtimi i rrugëve me figura historike shqiptare në New York është shndruar vitet e fundit në një nismë me vlerë për diasporën dhe komunitetin lokal. Kjo iniciativë, e cila filloi në Bronx me vendosjen e emrit të heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe Nën Terezës në një nga rrugët e zonës, pastaj u zgjerua në State Island, ku u nderuan Ismail Qemali dhe Isa Buletini, që patjetër janë figura të rëndësishme të historisë sonë. I nxitur nga motivet kulturore, emocionale dhe identitare, një nismë është kthyer në një mënyrë të dukshme për të ruajtur dhe afirmuar identitetin shqiptar në merkat. Megjithatë, këto veprime, siç ndodh me ne shqiptarët, nuk kalojnë pa ngritur pyetje apo debate të lehta, por në thelb nuk mund të mohohet fakti se bëhet fjalë për një nismë pozitive dhe të ndershme për komunitetin. Për shumë familje emigrantësh, emri një rruge që mban figurën e një personazhi historik shqiptar nuk është thjesht një tabel, pavarësisht sa e vogël është ajo dhe vendi vendosjes, apo nga kush ka ardhur ideja e iniciativës. Kjo nuk duhet lidhet me individ veçantë. Emrat e heronjve kombëtar shërbejnë si simbol kujtese, si lidhje emocionale me vendlinjen, si mbështetje kulturore në një realitet të ri ku çdo komunitet përpiqet të mos u mbas identitetin e vet. Kjo është praktikë e zakonshme kudo në botë. Figura të rëndësishme kombëtare nderohen në shumë qytete të mëdha. Shqiptari 30 vjeçar i përfshirë në trafikimin e 475 kg kokainë drejt Hollandës. Aldo I, një 30 vjeçar shqiptar i dënuar më parë me pak më shumë se 3 vjet burg për një incident me armëzjarre në fund të vitit 2020 në Luksemburg, tani dyshohet të jetë një figurë kyçe në grupin kriminal shqiptar që merret me trafikimin e kokainës drejt Hollandës, raportojnë mediat holandeze. Hetimi i koordinuar nga zyrat për luftën kundër drogës në Belgjik, policia holandeze dhe autoritetet të tjera ligjpatuese përfshin element më të kaluar kriminale të dhunës. Sasia e kokainës që dyshohet të jetë trafikuar është 475 kg dhe ishte destinuar për portin Visilgen në Holland. 24 nëntor 2000 Aldo I hapi zjarr në një bar shisha në Remi në jugëlindjen e Luksemburgit, duke plagosur rënd një bashkëdhetar të tij në këmbën e majt. Pas këtij incidenti, autoritetet luksemburgase e vënë atë në listën e kriminalëve më të kërkuar në Evropë. Aldo I u arrestua nga autoritetet luksemburgeze në Bruksel në vitin 2021. Hetimet e fundit identifikojnë Aldo I si një lojtar të rëndësishëm brenda rrjetit shqiptar trafikut të drogës në të sasive të mëdha të kokainës drejt Hollandës. Sulm me thik në Corneliano, viktim një ushtar amerikan, autori një shqiptar. Një sulm me thik I ndodhur natën mes së shtunës 27 dhe së dielës 28 dhjetor në Corneliano, Itali, tronditi zonën përreth një lokali nate. Viktimi e agresionit mbeti një ushtar amerikan 28 vjeçar I stacionuar në bazën e Shtetit të Bashkuar në Vicenza, I cili ndodhi në shoqërinë e një gruaje 37 vjeçare. Ngjarja ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit jashtë lokalit Club Vibes, ku çifti u përfshi në një debat me një grup të rinj nga Evropa lindore të njohur të gruas. Diskutimi përshkallëzohet me dhunë dhe ushtari goditet me thik në park. Banorët njoftuan shërbimet e emergjencës pas ulurimave të gruas dhe të 2 personat u dërguan në spitalin e Cornelianos. Plagosja e ushtarit rezultoi si përfaqësore dhe jo kërcënuese për jetën. Ai u lirua dielën në mëngjes pas një prognoze për 10 ditësh, ndërsa gruaja pësoi vetëm lëndime të lehta. Karabinierët fal pamjeve të kamerave të sigurisë identifikuan autorin e dyshuar, një shtetas shqiptar, bashkëqytetar I gruas 37 vjeçare. Hetimet paraprake tregon se motivi dyshohet të ketë qenë xhelozia pa lidhje sentimentale apo familjare mes autorit dhe gruas. Drejtuesit e Club Vibes theksuan se ngjarja ndodhi në rrugë publike dhe personat e përfshirë nuk kishin lidhje me klubin. Nisin hetimet, futbollisti shqiptar drejt transferimit në Shtetet e Bashkuara. Futbollisti shqiptar I Kosovës Meriton Korenica pritet të vazhdojë karrierën e tij në Shtetet e Bashkuara. Këto janë raportimet e fundit që vijnë nga Rumania. Bëhet me dije se pronari SFR Cluj Nelutu Varga është në negociata të avancuara me DC United për shitjen e Korenicës, edhe pse marrëveshja nuk është mbyllur ende. Burime pranë klubit bëjnë të ditur se shanset për realizimin janë shumë të mëdha. Bisedimet mes palëve po zhvillohen rreth sumës për 4 milion euro. Gjatë këtij sezoni ai ka realizuar 4 gola dhe ka regjistruar 7 asistime, 29 paraqitje në gjitha kompeticionet.
Ora më unike në Ballkan, historia e veçantë e Sahatit Gjirokastës. Në vitin 68, Sahati Gjirokastës u soll nga qyteti i Shkodrës, por në këtë vit u ndërtua dhe kulla e Sahatit. Ora fillestare kishte një diametër prej vetëm 70 cm dhe përmasat e qytetit Gjirokastës fusha e saj ishte e vogël dhe mesi dallohej. Për këtë arsye punua për zgjerimin e fushës së Sahatit, një proces që kërkoi ndërhyrje të kujdesshme dhe mjeshtëri veçantë. Këmbana e Sahatit daton në vitin 1940, duke dhënë kësaj ore një vlerë të veçantë historike. Pas disa ndërhyrjeve të tjera në kull, ndër vite u pa nevojshme që fusha e Sahatit të smadohej sërish deri në diametër 2.5 metra. Në këto përmasa mbretënëse, ajo e kull Sahatit Gjirokastës konsiderohet unike dhe nuk ka të ngjashme në të gjithë Ballkanin. Dhe lajmi i fundit, Kori Lira mbati koncertin e fundvitit për publikun e zgjedhur korçar, siç është bërë tashmë traditë. Mbrëmjen e kaluar u mbajt koncerti i fundvitit nga Kori Lira, i cili solli për publikun korçar një atmosferë festive përmes një repertori të përcjellur muzikor, duke shënduar koncertin një kartolinë tingush për këtë fundvit. Koncerti zgjodh pasuri emocionale për dëgjuesit dhe kujtoi nivelin artistik profesional të interpretimit, u shpreh Pandi Bello, dirigjenti i Korit Lira. Këto këngë i këndoi me gjithë shpirt sepse i do populli, dorë trukitet e zjarrtat publikut na bëjmë t'i këndojmë edhe më shumë, tha Lazi Balashi, këngëtar i Korit. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund kronikës sonë informative. Miru takoshim në emisione të tjera.